Në përgjigje të sulmeve ajrore dhe toksore nga India, autoritetet pakistaneze kanë deklaruar se vendi rezervon të drejtën për të përgjigjur me masa reciproke duke u referuar nenit 51 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, i cili garanton të drejtën për vetëmbrojtje në rast sulmit armatosur. Deklarata zyrtare e Pakistanit u publikua pas një mbledhjeje të Komitetit të Sigurisë Kombëtare të kryesuar nga kryeministri Shehbaz Sharif. Deklarata dënon të ashpër atë që e cilësoi si një akt frikacak dhe të palishëm lufte nga India. Gjithashtu deklarata nënvizon se forcat e armatosura pakistaneze janë plotësisht të autorizuara të marrin masat të përshtatshme në kohën dhe vendin e zgjedhur nga vetë Pakistani. Integriteti territorial është mbrojtur me vendosmëri kundër agresionit indian, thuhet në deklaratë duke u referuar gjithashtu 5 avionëve dhe një dron indian që sipas pretendimeve të Islamabadit janë rrëzuar. Deklaratë që ende nuk ka marrë përgjigje nga Delhi.